Po, nuk ka nevojë, tani shembull imazh i keq dalin në rrugë, unë kam kalu disa herë pranë xhamia kur ka qenë ajo dita e xhumo, brenda janë tha dalin në zonë trotuarit në këto vetëm pas. Tani sidomos artistat edhe sportistat janë ata që po ndikojnë për me pranue kinse islamin, po investojnë, se ata dalin në për televizionin, në për vendet publike, po kjo mi pashën e digun atje me një stadion të falë në stadion. Ajo është e të mërshme bre, imazh i keqove, po, në çka bën xhaminë të falit, kërkush s'pi ndalon, kërkush nuk është kundra besimit, dikujt në ato momente nashta nxën aja pjesa për më fol, edhe do të më fol nashta edhe ato. Po kërkumbën botë as në Afganistan, as në Iran, as në Irak, as kërkun nuk falen në për stadiume. Ata janë njerëz të paguam, pa vedi e bojnë ato veprime mirë, po për qëllime për me arrit mi dhonë një imazh të keq. Dobrica Ćosići edhe Akademia Serbe me kanë thonë një thonjë shumë të mirë. Luftën e kemi hup me shqiptarët dhe s'mund të kthehemi përveç nëpërmjet ekstremizmit islamik. Edhe kjo po ndodh. Amerika na ka shliru, lavdrohet Turqia. Vorën e Gjergj Kastriotit shkon me vizitu kërkush, shkon te Sultan Murati kur ai ka bo krime.